Kapitulli i 15. Njeriu përparues. Ajo që e kam thënë në kapitullin e fundit vlen edhe për njeriun profesional dhe atë që punon me rrogë, sikur për njeriun që është i angazhuar në biznes tregtar. Pavarësisht a je mjek, mësues apo klerik, nëse mund t'ju japësh të tjerëve rritje të jetës dhe t'ua bësh të dukshëm këtë fakt, ata do të tërhiqen kahti dhe ti do të pasurohesh. Mjeku që e mban vizionin e vetes si shërues i madh dhe i suksesshëm dhe që punon drejt realizimit të plot të atij vizioni me besim dhe qëllim, siç është përshkruar në kapitujt e kaluar, do të vijë në asi kontakti të afërt me burimin e jetës, saqë do të jetë i suksesshëm në mënyrë fenomenale. Pacientët do të vinë te ai me turma. Askush nuk ka shans më të madh për ta vënë në efekt mësimin e këtij libri se sa praktikuesi i mjekësisë. Nuk ka rëndësi se cilës nga shkollat e ndryshme mund t'i takojë ai, sepse principi i shërimit është i përbashkët për të gjitha ato dhe mund të arrihet një lloj nga të gjitha. Njeriu përparues në mjekësi që e mban një imazh të qartë mendor të vetes si i suksesshëm dhe që i bindet ligjeve të besimit, qëllimit dhe mirënjohjes, do ta shërojë secilin rast të shërueshëm që e ndërmerr, pavarësisht se çfarë mjeti të shërimit mund të përdorë. Në fushën e religionit, bota e kërkon me zë të lartë klerikun që mund t'ua mësojë dëgjuesve të vet shkencën e vërtetë të jetës së begatshme. Ai që i zotëron detalet e shkencës së pasurimit, bashkë me shkencat aleate të mirëqenies, të qenit i madh dhe të fitimit të dashurisë, dhe që i shpjegon këto detale nga katedra, nuk do të ketë kurrë mungesë të audiencës. Ky është ungjilli për të cilin ka nevojë bota. Ky do të t'japë rritje të jetës dhe njerëzit do ta dëgjojnë me gëzim dhe do t'i japin përkrahje të gjerë njeriu që u sjell atë. Ajo që nevojitet tash është një demonstrim i shkencës së jetës nga katedra. Duam predikues që jo vetëm mund të na tregojnë si, por që vetë personalisht do të na tregojnë se si. Na duhet predikuesi që vetë do të jetë i pasur, i shëndetshëm, i madh dhe i dashur, të na mësojë se si të arrijmë ne këto gjëra, dhe kur të vijë ai, do të gjej pasues të shumt dhe besnik. E njëjta vlen për mësuesin që mund t'i frymëzojë fëmijët me besimin dhe qëllimin e jetës përparuese. Ai nuk do të mbetet kurrë pa punë, dhe cilido mësues që e ka këtë besim dhe qëllim mund t'ua jap këtë nxënësve të vet. Ai nuk mund të mos ua jap këtyre atë gjë nëse kjo është pjesë e jetës dhe praktikës së vet. Ajo që vlen për mësuesin, predikuesin dhe mjekun, vlen edhe për avokatin, dentistin, agentin e patundshmërive, agentin e sigurimeve, për secilin. Veprimi kombinuar mendor dhe personal që e kam përshkruar është i pagabueshëm. Ai nuk mund të dështojë. Secili burr dhe secila grua që i ndjek këto udhëzime vendosmërisht, me ngulm dhe pik për pik, do të pasurohet. Ligji i rritjes së jetës është matematikisht po aq i sigurt në operimin e tij sa ligji i gravitetit. Pasurimi është shkencë eksakte. Punëtori me rrogë do ta shohë këtë po aq të vërtet për rastin e tij sa për rastet e tjera të përmendura më lart. Mos u ndjej se nuk ke mundësi të pasurohesh, sepse je duke punuar aty ku nuk ka hapësirë të dukshme për përparim, ku rrogat janë të vogla dhe kosto e jetës është e lartë. Formoje vizionin tënd të qartë mendor të asaj që e do dhe fillo të veprosh me besim dhe qëllim. Bëje tërë punën që mund ta bësh çdo ditë dhe bëje secilën pjesë të punës në mënyrë përsosmërisht të suksesshme. Vëre fuqinë e suksesit dhe qëllimin për t'u pasuruar në gjithçka që e bën. Por mos e bëj këtë thjesht me idenë për t'i bërë like punëdhënësit tënd, me shpresën që ai apo ata mbi ty do ta shohin punën tënde të mirë dhe do të përparojnë. Nuk është e pritshme që ata të veprojnë kështu. Njeriu që është thjesht punëtor i mirë, duke mbushur vendin e vet me maksimumin më të mirë të aftësisë së vet dhe i kënaqur me këtë, është i vlefshëm për punëdhënësin e vet dhe nuk është në interesin e punëdhënësit që ta ngrijë atë në detyrën e vet. Ai është më i vlefshëm aty ku është.
Për ta siguruar përparimin, nevojitet diçka më shumë se sa të jesh tepër i madh për vendin tënd. Njeriu që është i sigurt për të përparuar është ai që është tepër i madh për vendin e vet dhe që e ka një koncept të qartë të asaj se çka dëshiron të jetë, që e di se ai mund të bëhet çka të dojë dhe që është i vendosur të jetë ajo që ai dëshiron të jetë. Mos provo ta të imbushësh vendin tënd aktual me pikpamjen që ta kënaqësh punëdhënësin tënd. Bëje me idenë e përparimit të vetes. Mbaje besimin dhe qëllimin e rritjes gjatë orëve të punës, pas orëve të punës dhe para orëve të punës. Mbaje në asnjë mënyrë që secili person që vjen në kontakt me ty, qoftë kryepunëtor, koleg apo i njohur shoqërisht, do ta ndjej fuqinë e qëllimit duke rrezatuar nga ti, ashtu që secili do ta marrë ndjesinë e përparimit dhe të rritjes nga ti. Njerëzit do të tërhiqen ka ti dhe nëse nuk ka mundësi të përparimit në punën tënde të tashme, së shpejti do ta shohësh një shans për ta marrë një punë tjetër. Është një fuqi që nuk dështon kurrë t'ia paraqes shansin njeriut përparues që po lëviz me bindje ndaj ligjit. Zoti nuk mund të mos të ndihmojë nëse vepron në mënyrën e garantuar. Ai duhet ta bëjë këtë për të ndihmuar veten. Nuk ka asgjë në rrethanat e tua apo në situatën industriale që mund të pengojë. Nëse nuk mund të pasurohesh duke punuar për grupin e fabrikave të çelikut, mund të pasurohesh në një fermë 4 hektarshe dhe nëse fillon të lëvizësh në mënyrën e garantuar, me garanci do t'ikësh nga kthetrat e grupit të çelikut dhe do të kalosh në fermë apo çka do tjetër që dëshiron të jesh. Nëse disa mira nga punojësit e vet do të futeshin në mënyrën e garantuar, grupi i fabrikave të çelikut së shpejti do të ishte në gjendje të vështirë. Do të detyrohej t'ju jepte punonjësve të vet më shumë shanse apo të dalë nga biznesi. Askush nuk mund të punojë për një grup monopolizues të ndërmarrjeve. Këto grupe mund t'i mbajnë njerëzit në të ashtu quajturat kushte të pashpresa vetëm për aq kohë sa të ketë njerëz që janë tepër të padijshëm për ta ditur shkencën e pasurimit apo intelektualisht tepër përtac për ta praktikuar atë. Nise këtë mënyrë të mendimit dhe veprimit dhe besimi e qëllimi yt do të bëjnë të shpejt për ta parë cilin do shans për ta përmirësuar gjendjen tënde. Shanset e tilla do të vinë shpejt, sepse supremja, duke punuar në të tërën dhe duke punuar për ty, do të t'i bjerë ato përpara. Mos prit që një shans të jetë krejt çka ti dëshiron të jetë. Kur paraqitet një shans që ti të jesh më shumë se që je tash dhe ndjesh i nxitur ka ai, kape. Ai do të jetë hapi i parë, ka një shansi më të madh. Në këtë univers nuk është e mundur ajo që quhet mungesë e shanseve për njeriu që po e jeton jetën përparuese. Është e qëndrueshme në përbërjen e kozmosit që të gjitha gjërat do të jenë për atë dhe të punojnë për të mirën e tij. Dhe ai do të pasurohet me garanci nëse vepron dhe mendon në mënyrën e garantuar. Pra, burrat dhe gratë që punojnë me pagë, le ta studiojnë me kujdes të madh këtë libër dhe le të futen me vetbesim të plot në drejtimin e veprimit që e përshkruan ai. Ai drejtim nuk do të dështoj. Kapitulli 16. Disa paralajmërime dhe vërejtje përmbyllëse. Shumë njerëz do të tallen me idenë se ka shkencë eksakte të pasurimit. Duke mbajtur përshtypjen se furnizimi i begatisë është i kufizuar, ata do të këmbëngulin se institucionet shoqërore dhe qeveritare duhet të ndryshojnë para se ndonjë numër i konsiderueshëm i njerëzve të mund të bëjnë të ardhurat të bollshme. Por kjo nuk është e vërtetë. Është e vërtetë se qeveritë ekzistuese i mbajnë masat në varfëri, por kjo sepse masat nuk mendojnë dhe veprojnë në mënyrën e garantuar. Nëse masat nisin të lëvizin siç është sugjeruar në këtë libër, as qeveritë, as sistemet industriale nuk mund t'i zmbrapsin ato. Të gjitha sistemet duhet të ndryshohen për ta akomoduar lëvizjen përparuese. Nëse njerëzit e kanë mendjen përparuese, e kanë besimin se mund të bëhen të pasur dhe lëvizin përpara me qëllim të fiksuar që të pasurohen. Asgjë nuk ka gjasa t'i mbajë në varfëri.
Individët mund të futen në mënyrën e garantuar në çdo kohë dhe në çfarëdo qeverie dhe ta bëjnë veten të pasur. Dhe kur një numër i konsiderueshëm i individëve e bëjnë këtë në cilëndo qeveri, ata do të shkaktojnë një sistem të ndryshohet, ashtu që ta hap rrugën për të tjerët. Sa më shumë njerëz që pasurohen në rrafshin garues, aq më keq për të tjerët. Sa më shumë që pasurohen në rrafshin krijues, aq më mirë për të tjerët. Shpëtimi ekonomik i masave mund të përmbushet vetëm duke e bërë një numër të madh të njerëzve ta praktikojnë metodën shkencore të shtruar dhe të shkruar gjerësisht në këtë libër. Dhe të pasurohen. Këta do t'ua tregojnë rrugën të tjerëve dhe do t'i frymëzojnë ata me dëshirë për jetë reale, me besimin se ajo mund të arrihet dhe me qëllimin për të arritur atë. Por tash për tash, mjafton ta di se as qeveria nën të cilën jeton, as sistemi kapitalist apo garues i industrisë nuk mund të pengojë të pasurohesh. Kur futesh në rrafshin krijues të mendimit, ti do të ngritesh mbi të gjitha këto gjëra dhe do të bësh qytetar i një mbretërie tjetër. Por, mbaje mend se mendimi yt duhet të mbahet në rrafshin krijues. Nuk do të tradhtohesh kurrë as për një moment që ta konsiderosh furnizimin si të kufizuar apo që të veprosh në nivelin moral të garës. Kurdo që të biesh në mënyrat e vjetra të mendimit, korrigjoje veten menjëherë, sepse kur je në mendje garuese, e ke humbur bashkëpunimin e mendjes së të tërës. Mos harxho kohë në planifikim se si do të përballesh me urgjencat e mundshme në të ardhmen, pos kur politikat e nevojshme mund të ndikojnë në veprimet e tua të sotme. Ti je i interesuar që ta bësh punën e sotshme në mënyrë përsosmërisht të suksesshme, dhe jo me urgjencat që mund të dalin nesër, mund të merresh me to ndërsa vijnë. Mos e shqetëso vete me pyetjet se si do t'i kapërcesh pengesat që mund të përvijohen në horizontin tënd të biznesit, pos nëse mund ta shohësh qartë se drejtimi yt duhet të ndryshohet sot për t'i shmangur ato. Pavarësisht se sa e tmerrshme mund të duket një pengesë nga larg, do ta kuptosh se nëse vazhdon në mënyrën e garantuar, ajo do të zhduket ndërsa i afrohesh, ose se do të shfaqet një rrugë mbi të, nëpër të apo anash saj. Asnjë kombinim i mundshëm i rrethanave nuk mund ta rrëzojë një burr apo grua që po vazhdon të pasurohet përgjatë vijave rreptësisht shkencore. Asnjë mashkull apo femër që i bindet ligjit nuk mund të dështojë të pasurohet, jo më shumë se që dikush mund ta shumëzojë 200 me 2 dhe të dështojë të fitojë 4. Mos I jep mendime të sikletshme katastrofave, pengesave, panikeve apo kombinimeve të pafavorshme të mundshme të rrethanave. Ka mjaft kohë të ndeshesh me gjëra të tilla kur ta paraqesin veten te ti në të tashmen direkte dhe do ta kuptosh se çdo vështirësi I bart me vete mjetet për kalimin e saj. Kontrolloje të folurit tënd, kur mos fol për veten tënde, për çështjet e tua, apo për çkado qoftë tjetër në mënyrë të dekurajuar apo dekurajuese. Kur mos e prano mundësinë e dështimit, apo të flasësh në asnjë mënyrë që e nënkupton dështimin si mundësi. Kur mos fol për kohët si kur janë të vështira, apo për kushtet e biznesit si kur janë të dyshimta. Kohët mund të jenë të vështira dhe biznesi I dyshimt për ata që janë në rrafshin garues, por ata nuk mund të jenë kurrë të tilla për ty. Ti mund ta krijosh atë që e do dhe je mbi frikën. Kur të tjerët kalojnë në vështirësi dhe biznes të dobët, ti do t'i gjesh shanset e tua më të mëdha. Ushtroje veten të mendosh dhe ta shikosh botën si diçka që po bëhet, që po rritet. Ta konsiderosh atë që në dukje është e keqe, sikur është vetëm diçka e pazhvilluar. Gjithmonë fol në terma të përparimit, të bësh ndryshe është ta refuzosh besimin tënd, dhe ta refuzosh besimin tënd do me thënë ta humbasësh atë. Kur mos e lejo veten të ndjesh I zhgënjur, mund të presësh ta kesh një gjë të caktuar në një kohë të caktuar dhe të mos e marrësh në atë kohë. Dhe kjo do të duket si dështim, por nëse e mban besimin tënd, do ta kuptosh se dështimi është vetëm në dukje.
Vazhdo në mënyrën e garantuar dhe nëse nuk e pranon atë gjë, do të pranosh diçka kaq shumë më të mirë, saqë do ta shohësh se ajo që dukej si dështim realisht ishte sukses i madh. Një student i kësaj shkence e pa të ndarë mendjen ta bëjë një kombinim të caktuar biznesor që në atë kohë i dukej shumë i dëshirueshëm dhe punoi disa javë për ta jetësuar. Kur erdhi koha vendimtare, ajo gjë dështoi në mënyrë krejt të pashpjegueshme, dukej sikur një ndikim i padukshëm ishte duke punuar fshehtas kundër tij. Ai nuk u zhgënjye, përkundrazi, e falenderoi Zotin që dëshira e tij ishte refuzuar dhe vazhdoi i vendosur me mendje mirënjohëse. Brenda disa javësh, një shans shumë herë më i madh i erdhi rrugës, saqë ai nuk do ta bënte marrëveshjen e parë në asnjë mënyrë, dhe ai e pa se një mendje që dinte më shumë se që dinte ai, e kishte penguar nga humbja e të mirës më të madhe, duke pështjelluar atë me më të voglën. Kjo është mënyra në të cilën secili dështim në dukje të parë do të zgjidhet për ty. Nëse mban besimin tënd, i mbahesh qëllimit tënd, ke mirënjohje dhe e bën çdo ditë tërë atë që mund të bëhet atë ditë, duke e bërë secilin veprim të veçantë në mënyrë të suksesshme. Kur e bën një dështim, kjo është sepse nuk ke kërkuar mjaft. Vazhdo, dhe një gjë më e madhe se ajo që ishte duke e kërkuar, do të vijë me garanci. Mbaje mend këtë. Nuk do të dështosh për shkak të mungesës së talentit të nevojshëm për ta bërë atë që dëshiron të bësh. Nëse vazhdon siç të kam udhëzuar, do ta zhvillosh tërë talentin që nevojitet për ta bërë punën tënde. Nuk është brenda suazave të këtij libri të merret me shkencën në kultivimin të talentit, por ai është po aq i garantuar dhe i thjesht sa procesi i pasurimit. Megjithatë, mos nguro apo të luhatesh nga frika se kur të vish në një vend të caktuar do të dështosh për shkak të mungesës së aftësisë. Vazhdo drejt dhe kur të vish në atë vend do të pajisesh me zotësi. I njëjti burim i zotësisë që ja mundsoi Lincolnit të pamësuar ta bëj punën më të madhe në qeveri që është bërë ndonjëherë nga një njeri, është i hapur për ty. Mund t'i qasesh tërë mendjes që ekziston për urti, për ta përdorur në përmbushjen e përgjegjësisë që të shtrohen. Vazhdo me besim të plot. Studioje këtë libër, bëje shoqëruesin tënd të vazhdueshëm deri kur t'i kesh zotëruar të gjitha idetë që përmbahen në të. Ndërsa po stabilizohesh vendosmërisht në këtë besim, do të bësh mirë të heqësh dorë nga shumica e rekreacioneve dhe kënaqësive dhe të rish larg nga vendet ku idetë që janë në konflikt me këto përpunohen në ligjërata apo predikime. Mos lexo literaturë pesimiste apo konfliktuoze, apo të futesh në diskutime për lëndën. Lexo shumë pak jashtë shkrimtarëve të përmendur në parathënie. Kaloje shumicën e kohës tënde të lirë në të kujtuarit e vizionit tënd dhe në kultivimin e mirënjohjes dhe në leximin e këtij libri. Ky përmban krejt çka duhet të dish për shkencën e pasurimit dhe të gjitha gjërat esenciale do t'i gjesh të përmbledhura në kapitullin e ardhshëm. Por pa kaluar aty, shkrimtarët që përmenden në parathënie janë Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel dhe Emerson. Lexuesi do të duan t'i gërmojnë filozofitë e Hegelit dhe të Emersonit. Le të vazhdoj me kapitullin e 17, përmbledhje e shkencës së pasurimit. Është një lëndë menduese nga e cila ndërtohen të gjitha gjërat dhe e cila në gjendjen e vet origjinale i përshkon, i depërton dhe i mbush ndër hapësirat e universit. Një mendim në këtë substancë e prodhon gjën që imagjinohet nga mendimi. Njeriu mund të formojë gjëra në mendimin e vet dhe duke e impresionuar mendimin e vet në substancën e paformë, mund të shkaktojë që të krijohet gjëja për të cilën ai mendon. Për ta bërë këtë, njeriu duhet të kalojë nga mendja garuese në mendjen krijuese. Përndryshe, nuk mund të jetë kurrë në harmoni me inteligjencën e paformë që gjithmonë ka frymë krijuese dhe kurrë garuese. Njeriu mund të vijë në harmoni të plot me substancën e paformë, duke ushtruar mirënjohje të gjallë e të sinqertë për bekimet që ia dhuron ajo.
Falënderimi e unifikon mendjen e njeriut me inteligjencën e substancës, ashtu që mendimet e njeriut pranohen nga e paforma. Njeriu mund të mbetet në planin krijues vetëm duke e bashkuar veten me inteligjencën e paformë përmes një ndjenje të thellë e të vazhdueshme të mirënjohjes. Njeriu duhet ta formojë një imazh të qartë dhe të saktë të gjërave që dëshiron t'i ketë, t'i bëj apo të bëhet, dhe ai duhet ta mbajë këtë imazh mendor në mendimin e tij, duke qenë thellësisht mirënjohës ndaj Supremes se i pranon të gjitha dëshirat. Njeriu që dëshiron të bëhet i pasur, duhet i kalojë orët e tij të lira në të kujtuarit e vizionit të vet dhe në falënderimet më të zellshme të realitetit që po jepet atij. Nuk mund të theksohet mjaft rëndësia e të kujtuarit të shpeshtë të imazhit mendor, e kombinuar me besim të patundur dhe falënderim të sinqert. Ky është procesi me të cilin i jepet impresioni të paformës dhe vihen në lëvizje forcat krijuese. Energjia krijuese punon përmes kanaleve të krijuara të rritjes natyrore dhe të rendit industrial dhe shoqëror. Gjithçka që është e përfshirë në imazhin mendor do t'i sillet me siguri absolute njeriu që i ndjek udhëzimet e dhëna më lart dhe besimi i të cilit nuk tundet. Ajo çka dëshiron ai do t'i vi përmes rrugëve të shitblerjes dhe tregtisë. Për ta pranuar të vetën kur t'i vi, njeriu duhet jetë aktiv dhe ky aktivitet mund të konsistojë vetëm në mbiplotësimin e vendit të tij aktual. Ai duhet ta mbajë në mendje qëllimin për t'u pasuruar përmes realizimit të imazhit të tij mendor. Dhe ai duhet ta bëjë çdo ditë tërë ato që mund të bëhet atë ditë, duke u kujdesur ta bëjë secilin veprim në mënyrë të suksesshme. Ai duhet i japë secilit njeri vlerë të përdorjes që e tejkalon vlerën e parave që i merr, ashtu që secili transaksion krijon më shumë jetë. Dhe ai duhet ta mbajë mendimin përparues, ashtu që impresioni i rritjes do t'i komunikohet të gjithë personave me të cilët vjen në kontakt. Burrat dhe gratë që i praktikojnë udhëzimet e mësipërme do të bëhen të pasur me garanci dhe bollëku që e pranojnë do të jetë në proporcion të saktë me qartësinë e vizionit të tyre, qëndrueshmërinë e qëllimit të tyre, vendosmërinë e besimit të tyre dhe thellësinë e falënderimit të tyre.